Pra jam majt peng veç për çështje politike. Unë jam kryetari i kryeqytetit tash dhe do të jem edhe 4 vjet. Pra, ti përfundojmë këto lojrat politike, të bëhemi bashkë po them, që detyrat vetanake, se ato janë tona. Ne me 9 dhjetor të vitit 2024 e kemi miratu buxhetin e vitit 2025. Me 9 dhjetor, Ministri i Financave i ka pas 2 muaj për me i fut ato si pjesë të buxhetit të vitit 2025. Pra këto për cilat faktikisht ta po bojnë lojë tash, do thonë që kanë kërku takim para një jave a 2 jave për me votu. Detyrat vetanake të vitit 2024 në bazë të ligjit të buxhetit të Kosovës faktikisht, të cilat i takojnë kryeqytetit, këto nuk ka nevojë për asnjë aprovim nga askush, pra natyrat vetanake të kryeqytetit, tonat, të cilat ligji është në fuqi, pra ligji është në fuqi, edhe nuk ka nevojë për asnjë miratim nga askush. Pra duhet të transferohen me një herë, dhe është dashur me u transferu deri tash. Pra jam majt peng veç për çështje politike. Tash zgjedhjet, që kanë majt se kanë dashur me përfitu politikisht. Unë jam kryetari i kryeqytetit tash dhe do të jem edhe 4 vjet. Pra, ti përfundojmë këto lojrat politike, të bëhemi bashkë po them, që detyrat vetanake, se ato janë tona, janë të qytetarët e kryeqytetit. Mos pagesa e fondeve tona na e pamundson me pagu operatorët si kompanitë tona publike, si operatorët privat të cilët operojnë në kryeqytet për hyrjen e qytetarëve të kryeqytetit. Prandaj po them, një problem i cili është këtu, edhe mundet me u zgjedh më një herë. Edhe kam kërku, po them, disa herë takime, kam kërku disa herë që kjo çështje të zgjidhet më një herë, po ja që e kanë prolongu deri me na pru në këtë ditë sot këtu.